Unë mendoj se kishim dy lloj fushatash. Nga një pikpamje... Nuk do më thosh opozitë se kam pyetjen vete. Si? Po bëj 3-4 pyetje për këtë, pastaj po ndalem te opozita. Vetëm këtë. Dhe pastaj kalojmë te opozita. Jo. Pastaj kalojmë që ti ndajmë dhe të mos krijojmë një krasime mund të bëjmë sigurisht, po. Se unë doja të bëj një vështrim më të përgjithshëm, po të ndjek atë tëndet. Do me thënë, opozita po e lëm më janë, pushteti. Rama bëri, do me thënë, duhet përgëzuar se bëri fushatën më fantastike të mundshme në raport me lëndën e parë që kishte. Sepse çfarë është fushata? Si do shesësh lëndën e parë që ti ke? Pra, Rama ose do bënte një fushat të ndershme, të drejt, dhe do fillon të t'jepte llogari për 1, për 2, për 3, qa është bërë, qa s'është bërë, sa veta më shkuan burg, sa veta s'më shkuan burg, a ka pas korupcion, as ka pas korupcion, a ka arritje, as ka arritje. Ose do i shmangte të gjitha këto, do shmangte bilancin. Por, se kjo që shmangu bilancin, duket sikur një lavgoje, me diçka do të ambushësh, dhe në këtë pikpamje, unë mendoj që ashtu formalist Rama gjithmonë sjell në një gjë të re. Na tërheq prap me noizin, me ato tallavat që bën qytet në qytet, tërheq vëmendjen me batutat. Pra, i dha ritmin e vet fushatës, qoftë dhe duke debilizuar fushatën. Por ama qëllimin që i vuri... E realizoj të. Ja rriti. Dhe në këtë pikpamje, vërtet në shiti sa punin për djathë, por ky që qëllimi dhe qëllimin në i farë mënyre ja rriti. Njëkohësisht duhet të them këtu, se jemi te maggjoranca, pse do kalojmë te opozita, maggjoranca nuk ka lejuar, sidomos maggjoranca, po edhe më së shumti edhe opozita, po veçanërisht maggjoranca, nuk ka lejuar përballjen e kandidatëve të saj me kundërshtarin. Pse mendoni se e zgjedhur kjo strategji? Apo... Me që ishtë Bushati ta vazhdoj Bushati, pse e zgjedhur? Pikërisht për këtë që tha shumë, sepse nuk do një fushat me ballafaqim dhe me bilanc. Edhe po të shofësh, për shembull, dhe krye premtimi i Ramës, atë që gjen në postera, atë që e thot vetëm me Edin në Europë. Pra, edhe këtu premton diçka që nuk ndodh në zgjedhje normale politike, që ti të premtosh diçka që shkon përtej mandatit tënd 4 vjeçar. Pra dhe sikur ëndra e Ramës bëhet realitet që ne të futemi në Europë në 2030-ën, edhe 2030 është përtej një mandati 4 vjeçar. Mund të jetë llapaj me agron shejën pushtet 2029-ën. Pra ti s'mundet logjikisht të premtosh një gjë që te i kalon mandatin tënd. Dhe kjo bëhet pikërisht për të nxjerrë përtej një fabul që s'ka lidhje me realitetin. Zogaj? Kur thash që kjo është fushat rutinë, kam parasysh edhe mungesën e përballjeve. Përballjet janë kripa e fushatës. To tani nuk ka, është fushat në distancë. Për karakteristika e kësaj fushate që nuk është hera e parë që është e tillë, që palët kundërshtare vendosin distancë. Unë për shembull si gazetar, që kam kohë. Ti do të shohësh njerëz që shkëmbejnë. Kam edhe këtë ide, ndoshta kam gabim, e themi ju pyes ju. Ndoshta çdo gjë që e paravendosur dhe është luajtur një si teatr. Te po them që te nuk ka S'bëjmë përplasje s'bëjmë këtë s'bëjmë. Te po them që nuk ka risi. Vite më parë ka qenë një zakon që spaku ministrat e qeverisë dhe ministrat hije që presupozoheshin ministra hije të opozitës përballeshin në për studio. Ne nuk kemi parë përballje lidesh, dakord, po e heqim atë se don emancipim të madh që 2 kryetar partisht të dalin në 3 debate gjatë fushatës ose në 3-4 muajt e fundit fushatës. Por debate midis figurave politike që janë ose ministra ose si thua përgatiten për të qenë ministrat qeverisë eventuale të opozitës, ne kemi pas. Ka pas gjithmonë. Tani Shqipëria i bën fushatat për mendimin tim duke ruajtur se kush karakteristikat e vet. Rama mbështetet kryesisht tek këto improvizimet, tek ajo ekstravaganca, tek spektakulariteti, si më thënë,
opozita i mshon edhe ajo me gjuhën e vetë njëjtave gjëra, por mungesa e përballjeve, e diskutimeve, e varfron shumë fushatën, se dhe premtimet, kur nuk ballafaqohen me njëri tjetrin, ata pastaj ngelin si improvizime elektorale. Sa më Ka ndodhur edhe kjo që Rama, duke ditur që tema e arrestimeve të Spakut është një temë e fuqishme populiste, ka dashur që të shmang nga ato kandidatët e tij nga ballafaqime ku mund të merrnin akuza në drejt për drejt, pra në vit parë. Po ashtu për shkak se kandidatët e vet janë shumica të rinj, ndoshta 70 ose 80% e listës janë të rinj, e ka ditur që edhe të improvizuar në moment të fundit, e ka ditur pra që këta do ta kishin vështirë për të funksionuar në debat duke marrë akuza të tilla. Ndërkohë që është edhe pak skeme e vërtetuar në rastin e Kosovës, Kurti ju shmang jo vetëm debateve, por ju shmang edhe ballafaqimit të tij me gazetarët. Dhe rezultoi relativisht fituese. Ka patur ballafaqim ndoshta vetëm midis partive të vogla me njëra tjetrën, apo midis partive të vogla dhe opozitës madhe, domethënë të Berishës. Ky ka qenë ballafaqimi. Ka patur dhe në fjalit fundit zgjedhja e temës ose zgjedhja e sloganit lidhur me Evropën ishte një lloj arratisje nga problemet e brendshme, nga arrestimet e Spakut, nga goditja e Spakut, dhe ishte një përpjekje për ta spikatur edhe në funksion të votuesit diasporës këtë raportin që ka kjo qeveri, këtë mbështetje që ka marrë kjo qeveri, që duk hapur, paturpshëm, edhe në fillim fushatës, edhe gjatë fushatës nga Bashkimi Evropian. Okej, atëre, fare shkurt, çfarë ju mendoni tani? Çfarë ishte mandati i fundit i tretë i Edi Ramës? Ku dështoi? Me që mentor, preqit e pastaj Bushat dhe kaloj të një pyetje specifike të Zonja Zama që është këtu. Tani, faleminderit Zonja Zama. Trafiki se kanë ardhur këta ciklistët italishtë këtu. Të bllokuar tërësisht. Janë rëndër shumë. Po shqyq na kanë ardhur ciklistët, e kupton. Kemi edhe ciklistë edhe zgjedhje edhe ciklistë të mëdhenj. Unë mendoj që bujqësia është dështimi kryesor. Dhe a ka arritje? Dështem bujqësia sepse bujqësia është ajo shtylla kryesore që duhet mbaj turizmi dhe duhet justifikojë atë sepse një popullsi akoma e madhe e Shqipërisë, një përqindje e madhe e saj jeton në fshat. Ndërkohë nuk mund të imagjinosh turizëm pa bujqësinë. Ka disa të dhëna për blegtorinë apo për bujqësinë në përgjithësi, për prodhimin, për rritjen e importeve të produkteve bujqësore nga jashtë, edhe nga vendet largëta. Ky mund quhet dështimi më i madh. Nëse shkojmë tek ato që kanë qenë arrestimet e ministrat vet, siç e tregoi kjo fushat, siç e treguan dhe sondazhet, Rama ka arritur që ta paraqes këtë paradoksalisht edhe si merit.